A e ndjem ndonjëherë atë zhurmën e vazhdueshme në sfond? Atë ndjesinë sikur diçka nuk po shkon siç duhet, edhe kur në dukje gjithçka është në rregull? Po, ky nuk është thjesht një shqetësim personal, po sikur, në fakt, ky të jetë thjesht një efekt anësor i vetë botës që kemi ndërtuar? Pra pse? Pse kjo ndjenje e vazhdueshme, sikur jemi gjithmonë në merak? A është thjesht, siç themin shpesh, jeta moderne? Apo mos ka diçka tjetër, diçka më të thellë që po e ushqen gjithë këtë shqetësim kolektiv? Kjo ide, në fakt, ndryshon gjithçka. Është sikur na thotë, hey, nuk je ti problemi, nuk je ti i prishur. Është sistemi ai që e prodhon këtë ndjenjë si një nënprodukt. Të mendosh për ankthin në këtë mënyrë, pra si tymi i shkarkimit të një motori, na jep një këndvështrim krejtësisht të ri. Pra, le ta përdorim këtë analogji. Imagjinoni këtë motor gjigant. Ky është sistemi ynë ekonomik, jashtëzakonisht i fuqishëm, superprodhues, por gjithashtu i zhurmshëm dhe i nxehtë. Dhe ne jemi ata njerëzit e vegjël përreth tij që i ndjejmë dridhjet çdo ditë. Tani, le të shohim se çfarë janë saktësisht këto dridhja. Ideja kryesore këtu është kjo. Gjithë ky prosperitet ka një kosto. Dhe duket se kostja psikologjike është pikërisht kjo ndjenja e vazhdueshme ankthi. Nuk është një gabim në sistem, nuk është një glitch, është, le themi, pjesë e dizajnit. Po ku e shohim këtë më qartë se kudo tjetër? Po, në betejën e përditshme për vëmendjen tonë. Në ekonominë e sotme, vëmendja është ari i ri, dhe cili është mjeti më i shpejt për ta blerë këtë vëmendje? Përgjigjja është frika. Duhet të kuptojmë diçka për trurin ton. Ai është si një skaner, i ndërtuar për të kërkuar rreziqe. Është programuar të vërej luanin aty të shkurret, jo lulen e bukur pranë tij. Kjo është një trashëgimi evolucionare që dikur na shpëtonte jetën, por sot shfrytëzohet pa pikë mëshire. Dhe ja si përkthehet kjo në praktik. Jemi të qartë, nuk ka ndonjë dhomë sekrete ku disa njerëz mblidhen dhe planifikojnë si të na trembin. Jo. Është thjesht një sistem që shpërblen atë që funksionon më mirë. Dhe çfarë funksionon më mirë për të kapur vëmendjen tonë? Frika, sigurisht. Për këtë sistem, një klikim i ynë i nxitur nga paniku vlen shumë më tepër se një buzëqeshje. E çfarë ndodh pastaj? Cilat janë pasojat? Po, dal nga dal, ne fillojmë të besojmë se ai versioni i botës që shohim në lajmet e mbrëmjes është realiteti i plot. Bota fillon të na duket shumë më e errët, shumë më e rrezikshme se sa është në të vërtetë. Dhe kështu mbyllemi brenda një spirale ankthi. Dhe pastaj, sigurisht hyn në lojë teknologjia. Algoritmet nuk janë të këqija në vetvete. Ato janë thjesht indiferente. Nuk u intereson mirëqenia jonë. Qëllimi i tyre i vetëm është të na mbajnë aty, të angazhuar. Dhe çfarë na mban më të angazhuar se frika dhe zemrimi? Asgjë. Kështu, ato thjesht na ushqejnë me më shumë nga ajo që na bën dëm. Mirë, pra frika është një pjesë e madhe, por nuk është mjeti vetëm. Ka edhe një mekanizëm tjetër, ndoshta pak më subtil, që na ndikon çdo ditë. Është shpremtimi një zgjidhjeje për një problem që as nuk e dinim se e kishim. Strategjia në fakt është geniale në thjeshtësinë e saj. Hapi i parë të bëjnë të ndjesh një boshllëk, një lloj mungese. Hapi i dytë të ofrojnë produktin e tyre si urën e vetmja mënyrë për të arritur atë versionin më të mirë, më të lumtur të vetes. Pra, mendojeni kështu, çdo reklam është si një pasqyrë magjike. Së pari, na tregon një version tonin me të meta dhe pastaj na shet reflektimin ideal. Kjo pakënaqësi e vazhdueshme që krijohet nuk është aksident. Përkundrazi, është karburanti që e mban atë motorin ekonomik në lëvizje. Dhe ironia e gjithë kësaj, edhe bollëku na krijon ankth. A na ka ndodhur ndonjëherë të qëndrojmë para një rafti me, le të themi, 50 lloje të ndryshme pastash dhëmbësh dhe të ndihemi të paralizuar nga frika se mos po bëjmë zgjedhjen e gabuar? Po pikërisht ky është paradoksi i zgjedhjes në veprim. Okej, le të bëjmë një hap pas. Të largohemi pak nga raftet e supermarketeve dhe të shikojmë pamjen e madhe, arkitekturën e përgjithshme të sistemit, sepse këtu veprojnë ato forcat e mëdha, të padukshme, që formësojnë jetët tona. Në thelb ne jemi të programuar për të konkuruar brenda një fshati të vogël, por sot jetojmë në një stadium global. Çdo herë që hapim telefonin, nuk e krahasojmë më veten me fqinjin, por me miliarda njerëz. Është një lojë krahasimi që, sinqerisht, është e pamundur të fitohet. Kjo tabel tregon një nga zhvendosjet më të mëdha, ndoshta më të rëndësishme, të kohës sonë. Mendojeni pak, rreziqe si pensioni, kujdesi shëndetësor, apo edhe stabiliteti në karrierë. Dikur menaxhoheshim nga shoqëria si një rrjet sigurie. Sot, e gjithë kjo peshë ka kaluar mbi supet tona si individ. Nuk është çudi atëherë që ndihemi kaq të mbingarkuar. Imagjinoni trupin ton si një makinë që ka nevojë të fiket ndonjëherë për të ftohur,
Por bota jon moderne, me telefonat që na ndjekin edhe në shtrat, kur nuk na lejon ta vikim. Ne jemi gjithë kohës në atë rrotën e vrapimit, pa pushim derisa thjesht raskapitemi. Mirë. I pam të gjitha këto pjesë, pra cili është përfundimi, cili është kuptimi thelbësor i gjithë kësaj? Këtu qëndron thelbi i problemit. Le ta quajmë mos përputhje evolucionare. Ne kemi një hardware të lashtë, pra një tru të krijuar për stabilitet, parashikueshmëri dhe komunitet të vogël. Por, po përpiqemi të instalojmë software-in më të fundit, një ekonomi globale që lulëzon nga paqëndrueshmëria dhe konkurenca e vazhdueshme. Nuk është çudi pra që sistemi ynë i brendshëm ngrin kaq shpesh. Dhe kjo është pika vendimtare. Sistemi nuk është i lig apo keqdashës, ai thjesht pa dashje ka zbuluar diçka. Një qytetar i shqetësuar është një konsumator më i mirë. Ankthi na bën të klikojmë më shumë, të blejmë më shumë, të punojmë më shumë. Në një mënyrë pothuajse perverse, ankthi është i mirë për rritjen ekonomike. Tani, sigurisht, duhet të jemi të drejtë. Ky motor i fuqishëm na ka sjellë edhe gjëra të mrekullueshme. Kemi prosperitet material të papar, përparime të jashtëzakonshme në mjeksi dhe teknologji. Pra, qëllimi nuk është ta demonizojmë sistemin, por thjesht të kuptojmë koshton e fshehur që vjen bashkë me gjithë këtë progres. Pra, të kuptosh se ky ankth nuk është një dobësi personale, por një përgjigje logjike ndaj botës që kemi ndërtuar, kjo është fuqizuese. Dhe na lë me një pyetje të fundit shumë të rëndësishme. Në një botë që është projektuar për të na prishur qetësinë, si mund të gjejmë ne, secili prej nesh, një mënyrë për të qëndruar qetë